Moderatorja e dashur për publikun, Kiara Tito, ka publikuar së fundmi një video në të cilën shfaqet për krah koleges dhe mikeshës së saj, Nevina Shtylla. Të dyja duken shumë të buzëqeshura dhe të përfshira ndërsa po bëjnë një promovim simpatik për pijen energjike Storm, produkt që i përket pronares së Top Channel, Lori Hoxha. Në video, shihen teksa hapin kutit elegante të pijes, lexojnë mesazhet mbi kanaqet dhe shpërthejnë në të qeshura, duke krijuar një atmosferë pozitive e plot energji, tamam ashtu siç premton edhe vetë marka që po promovojnë. Në përshkrimin e videos, Kiara shkruan me humor dhe entuziazëm, pak energji për turneun Portokalli, duke lënë të kuptohet se është në prag të një udhëtimi e një turi veror. Ky gjest i saj tregon jo vetëm se Kiara vazhdon të jetë një nga figurat më aktive në media, por edhe një mbështetëse e padiskutueshme e produkteve që kanë lidhje me shtëpinë e saj televizive, Top Channel, dhe në veçanti me figurën e Lori Hoxhës, të cilën duket se e vlerëson dhe respekton shumë. Ky bashkëpunim me Nevinën dhe afrimiteti që shfaqin vajzat në këtë video është gjithashtu një dëshmi e forcës së marrëdhënieve që Kiara ka krijuar me kolegët e saj gjatë gjithë rrugëtimit në media. Në një industri ku shpesh mbizotërojnë konkurrenca dhe rivaliteti, është bukur të shohësh një atmosferë miqësore dhe bashkëpunuese, sidomos kur promovohet një produkt shqiptar dhe i lidhur me një emër të madh si Lori Hoxha. Reagimet e ndjekësve kanë qenë të menjëhershme dhe pozitive. Komentet në rrjet janë mbushur me zemra dhe emoji energjie, me shumë ndjekës që komplimentojnë vajzat për pamjen, energjinë dhe mënyrën e natyrshme se si e bëjnë promovimin. Disa prej tyre kanë shkruar, dy ikonat e ekranit bashk, dhe kur bashkohen bukuria dhe energjia, rezultati është Storm. Me këtë postim, Kiara konfirmon edhe një herë se është shumë më tepër se një figurë televizive, ajo është influencuese, partnere besnike dhe një zë i fuqishëm i femrave të suksesshme në ekran dhe në jetën reale. Edhe një herë, ajo arrin të jetë në qendër të vëmendjes me thjeshtësinë dhe pozitivitetin e saj, duke i dhënë publikun jo vetëm argëtim, por edhe frymëzim.